Kam sjell recetën e tavës me makarona të pjekura në furrë në një përgatitje vetëm se për 10 minuta, ideale për të gjitha ato motra që punojnë kur të vinë nga puna për një drekë apo darkë të shpejtë ja vlen me provu këtë recetë. Filloj me përgatitjen, unë jam duke përgatit këtë tavë me makarona për 3 persona, qofse përgatitni për më shumë persona vetëm se 2 fishani apo 3 fishani masat, në një enë të madhe shtojna 2 vezë. Tek vezët shtojna 500 ml me qumësht. Një gotë 110 ml me ajk të kripur. Ja shtojna dikon një lugë mesme me krip, jo të mbushur plot, gjithmonë kripën e shtoni sipas dëshirës suaj dhe masën e përzina mirë. Vërtet përgatitja e kësaj tave nuk ju merr kohë, ideale për një drekë apo darkë të shpejtë, sidomos kur të vini nga puna jeni të lodhur e përgatitni ja vlen kjo recetë, vetëm se masën e përzini mirë, që vezët të përhapen në përgjithë masën. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj 90 gram me gjallë, cilin e kam shkrinj. Përsëri e përzi masën dhe ja shtoj 130 gram me gjallë të bardhë, cilin e kam coptuar në copsa të vogla. Përsëri e përzi. Tash marr një tokë, kësaj radhe kam zgjedhur këtë tavën e keramikës dhe shtojna makaronat, gjithsej makarona do shtoj dikon rreth 320 gram. Tash ja hedhni masën e përgatitur makaronave në tavë. Kam hedhur masën, kam harru që tava është me dimensione 25 cm. Tash tavën e fusim në furrë të nxehtë 250 gradë dhe e pjekim rreth 35 minuta. Tavën e kam largu nga furra, kam lënë që të pjekët dikon për 30 minuta. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e lënë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Tava është ftohur pak, tash do e prek. Unë do e prek kështu në katrore, që më lehtë bëhet servimi. Tash e servojna në pjatë, pjatën e kam dekoru me keqap dhe majonez. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Sipër ja vendosim një degë McDonald's dhe ja si duket, vërtet kemi fituar një pjatë shumë të shijshme. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë makarona të pjekura në furrë, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.